Allahu ta mundsoft ti shohësh fytyrat e lavireve. Allahu ta mundsoft ti shohësh fytyrat e zinaqareve. Nana largohet, mirë po duaja pranohet. Ti kera në zina me këtë grua dhe ky është evladi jot. Allahu të devotshmin nuk e hum, Allahu të devotshmin nuk e korit. E shtypi Gjurejxhi në barkun e fëmijut dhe i tha: ja gulam, man abuk. O djalosh i vogël, o fëmijë, o i foshnje, kush është baba i? Fëmiju foli. Kështu ndodhi me një njeri i cili kishte jetuar para nesh, para këtij ummeti, e që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na njoftoi me rastin e tij. Tha ka qenë një njeri i cili ka qenë shumë i devotshëm, i cili ka qenë musliman i mirë, e kanë quajtur Gjurejxhi ka qenë prej njerëzve të devotshëm në kohën e tij. Aq ishte i devotshëm sa që e kishte ngritur një kasoll, ngritej mbi te dhe i bante ibadet Allahut azza wa jall. Vetëm falej, bante dhikr, bante ibadet, bante dua, duke qëndruar larg prej njerëzve. Një ditë prej ditëve shkon nana e Gjurejxhit dhe e thret atë nga poshtë: o Gjurejxh. Ndërsa Gjurejxhi në namaz duke u fal, në namaz thot me vete: subhanallah, a namazin, a nanën. Nana e pret atë, mirë po Gjurejxhi nuk përgjigjet, e vazhdon namazin. Një ditë tjetër vjen nana përsëri: o Gjurejxh. Mirë po Gjurejxhi përsëri në namaz: subhanallah, a namazin, a nanën. Namazin përsëri, e vazhdon namazin. Herën e tretë vjen nana e thret dhe e shet që Gjurejxhi nuk i përgjigjet, duke mos e ditur arsyen e tij. Nana bën dua dhe lutet: Allahu ta mundsoft ti shohësh fytyrat e lavireve. Allahu ta mundsoft ti shohësh fytyrat e zinaqareve. Nana largohet, mirë po duaja pranohet. Gjurejxhi në kasollën e tij duke bë ibadet. Njerëzit flasin: çfar njeriu i devotshëm Gjurejxhi, çfar muslimani i mirë. Paraqitet një lavire, thot: a doni ta provoj, a doni ta provokoj, a doni ta shihni sa është i vërtet imani, islami, ibadeti i Gjurejxhit? Shihni atë. Shkon lavirja në kasollën e Gjurejxhit, i afrohet atij, e provokon atë, mundohet që ai të bie në zina me këte. Mirë po Gjurejxhi pa lëkundur fare, njeri i cili ka frikë Allahun azza wa jall, nuk lëkundet, mundohet disa herë, mirë po nuk ja arrin qëllimin. Atëherë çka ndodh? Një lavire e tillë kalon në një vend pranë një bariu, bën zina me te, kalon një kohë derisa vjen momenti që kjo lavire të lind fëmijën e saj, e sjell atë para njerëzve. A e shihni këtë fëmijë? Po, ky fëmijë është i Gjurejxhit. Subhanallah, deri ku ka mundësi të arrijë shpifja e njerëzve? Deri në çfarë shkallë? Për çfarë arsye? Për ta turpruar dikant, për ta nënçmuar dikant, për ta korrit dikant. Ky fëmijë është i Gjurejxhit. Gjurejxhi i cili paraqitet i devotshëm. Subhanallah, para mendoje veten, para mendoje në këtë kohë, para mendoje në këtë zemanin ton të përhapjes së lajmeve të pavërteta nga gjitha anët. Ne si musliman, si besimtar sot, si do të silleshim? Nëse në vendin ton një musliman i mirë përhapet lajmi që ka rënë në zina dhe në fund e ka një fëmijë nga imoraliteti, çka do të thuash ti si musliman? E ban filani, ka që paraqitet ky që deri dje paraqitet i devotshëm. E kemi ditë ne që ky do të del në fund ndryshe. A e shihni dëshmin? Cila është dëshmia? Gruaja e cila e pohon se ka rënë në zina. Jo vetëm kaq, edhe fëmiu. Shiheni fëmijun i cili është i Gjurejxhit. Erdhën njerëzit me vrap duke arritur në kasollën e Gjurejxhit dhe pa e vërtetuar fare, pa u interesuar fare, pa e pyetur fare, i arrëzuan kasollën, i arrëzuan shtëpinë.
Subhanallah, çka ka ndodhur? O Xhurejj, mjaft më, doli në shesh fytyra jote e vërtet, ti e zinaçar, ti na ke mashtruar neve me ibadet, ama ne sot e kuptuam kush je ti, ja rëzuan shtëpin. Subhanallah, çka ka ndodhur? Ti ke ra në zina me këtë grua dhe ky është evladi jot, ky është fëmiu im. Subhanallah, silleni atë. Mirë, po njeri i devotshëm, Allahu të devotshmin nuk e humb, Allahu të devotshmin nuk e korit, me gjithë se në dynja mund të sprovohet, mirë, po në fund nuk turprohet. I asollën fëmijën, ky fëmijë është i imi, thanë ky është i joti. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e shtypi Xhurejxhi në barkun e fëmijët dhe i tha, ja gulam, man abuk, o djalosh i vogël, o fëmijë, o i foshnje, kush është baba yt? Subhanallah, foshnje, fëmiju foli. Allahu ja mundsoi fëmiju që të flet duke thënë, baba im është filan bariu, në filan në vendin që është duke i rujt dhënë, ti nuk je baba im. Subhanallah, atëherë njerëzit e kuptuan, atëherë njerëzit u turpruan, atëherë njerëzit kërkuan falje dhe thanë, o Xhurejj, na e ban halal shtëpin, kasollën që ta rëzuam, do ta rindërtojmë edhe një herë, mirë po, do ta ndërtojmë nga ari, do ta kthejmë kasollën prej ari, se ne kemi qenë gabimtar, ne kemi qenë fajtor. Tha, nuk ka nevoj prej ari, ndërtojeni ashtu si ka qenë, të vazhdojnë në ibadetin tim dhe Allahut Azza wa Jall. Shpifjet janë të rrezikshme, besimtari nuk duhet të bie në ato gabime, nuk duhet të bie në ato gënjeshtra, nuk duhet të bie në ato sprova, në ato fitne.